Në përshëndetje dhe opinion shumë shkurtimisht, mirë mëngjes, telefononi dhe bëni pjesë e programit edhe me video call. Kemi mundësi edhe hapësirë për të marrë tjera telefonata patjetër. Përshëndetje. Mirë mëngjesi. Mirë mëngjes, dy fjalë do them. Po. Do them dy fjalë. Ju dëgjoj. E para, kur policia bën arrest, për cilin do, e sidomos për këto vjedhje apo gabimet e rënda, duhet jetë marrë ose të jenë konsultuar prokurori, gjykat, kushtetues. Jo do me thënë e këthen nga kokat e bishti, na bishti te kokat nga këthen da qëjmë andi, ta qëjmë këtej. Po t'jetë kopsitur, që janë prova do me thënë të mjaftueshme, që kur t'i vijen prangat mos dal me. Po? Dhe atje të vendi që takon për cili do qofta i që bën gabime t'tilla. E para, e dyta. Do me thënë, janë shumë të fliqur, prandaj njerën në telefonu kanë thënë që nuk i nxe burgu ata. O të dënohen të gjithë, o të falen të gjithë. Cilët nuk i nxe burgu, se këtu se kuptova. Okej, mirë, faleminderit zonjë, faleminderit. Do të shkutemi në këto momente, shumë shkurtimisht dhe me njerë do të jemi në studio për të marrë telefonatën e radhës, por shkutemi për këshill shëndetësore, shumë rëndësishme, me shumë interes, me gjitha për ata që kanë probleme me prostatën. Natyra Therapy sjell Prostatol Complex, është zgjidhja ideale perfekte. Ndiqeni shembuj të konkret, raste të konkrete, numrin e telefonit e keni në ekran që telefononi me njëre, bëni tuajin dhe rikthehemi. Jemi në studio dhe vjojmë bashkë bisedimin së bashku. Mirë mëngjes, përshëndetje. Mirë mëngjesi. Përshëndetje, mirë mëngjes. Ju lutem uleni pak zërin e televizorit. Mirë mëngjes. E blokova fare, e mbylla për momentin. Okej. Largoni pak nga telefoni ose largoni pak telefonin, ju lutem. Okej, aty jemi në rregull. Aty jemi në rregull. Përshëndetje. Përshëndetje, më thuaj Jo, përshëndetje nga Prenjësi flas. Nga Prenjësi, Kënaqësi. Ju dëgjoj zot. Ju uroj shëndet emisionit edhe ju e bashkë, gjithë grupit. Faleminderit. Më thuaj. Po flisim për atë ish kryetarën e Bashkisë Tiranës, me qenë sa shkarkuar tani. Nuk e di a shkarkuar saksisht, po. Në Këshilli Bashkiak qeveria kanë shkarkuar, ankimojnë kushtetuese që pezullon shkarkimin nga qeveria, tek këto jemi, prandaj po diskutojmë kaq shumë. Po. Më thuaj mendimin tuaj. Unë jam i djathtë, më fal, unë jam i djathtë, por ai ka drejt të ankohet. Po, patjetër, njën dhe ligji kushtetues e tjerë. Po, tjetër. Ka të drejt derisa e ka votuar populli, pastaj ana ligjore, se çka bëra ai, se u ka bëra ai është tjetër punë. Patjetër. Po për këtë anë ka drejt të ankohet edhe mund ta fitojë ankimimin. Të lutem, mbaj pak mirë telefonin, largoj edhe pak fare, okej, aty. Okej, ka drejt ankohet, kjo nuk diskutohet. Tani u shpallën edhe zgjedhjet, si e shikon këtë situatë? Ose më thuaj të dytën që keni merak vetë. Kisha edhe një gjë tjetër. Po. Edhe një gjë tjetër. Po. Unë kam qenë ish minator. Ish minator, për sa i përket këtyre, nuk e di ma pranon fjalë, për sa i përket këtyre shtesave që ka bërë tani kohët e fundit. Po. Kohët e fundit. Është një kafe ta pish në qendër të Tiranës. Kaq. Gjithë muaj. 2.5% indeksimi. I gjithë muaj bëhet fjalë. I gjithë muaj. Një kafe ta pish në qendër të Tiranës. Kafe pihet për 10 minuta. Ne morëm shtesë për gjithë muajin 2.5%. E kuptoj. Mirë, faleminderit. Të përshëndes. Edhe ju shëndetin, emision të mbarë, qofshi mirë, familje. Faleminderit edhe unë juroj shëndet ditët e fundjavë të mbarë, në këto momente me shumë interes. Në fakt, faleminderit zotris. Ndikim pak parashikimin e motit, me gjitha detajet, çdo qytet, jo vetëm në Shqipëri, temperatura të ulta për hir të vërtetës gjatë ditës sotme. Pak reklama dhe rikthehemi.